الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë, përshëndetje, duat, salavat gjithherë i ja dërgëm të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Xhamati i nderuar, vazhdojmë prapë duke folur për temën e sinqeritetit, që inshallah sot do të flasim për disa shembuj shumë të lartë të atyre njerëzve të cilët kanë qenë të sinqert në jetën e tyre. Shembull, sinqeriteti në dituri apo në dije. Tregohet për një imam të njohur që e ka pas emrin Imam el-Mawardi, i cili ka shkruajt vepra të shumta në fenë islame. Mirë po, sa ka qenë gjallë, nuk i ka publikue, nuk i ka shfaq shkrimet e tij, librat e tij. Momentin që e sheh që po i afrohet vdekja, e thirr dikan që e ka të afër që ishte besnik ndaj tij dhe i thot: në filan vendin une i kam shkrimet e mia, librat e mia që i kam shkrue. Mirë po nuk kum dash deri tash mi publikue, se du që të jenë të sinqerta, vetëm për hir të Allahut Dhul Gjelal. Tash po e ndi që mu ka afrue vdekja, dhe on do të kapi për dorën tënde. Edhe në momentin që onet vdes, nëse ta kum shtrëngue dorën, edhe kum vdek, mos i shpërndaj librat e mia, se kjo shenjë që Allahu nuk ma ka pranue këtë vepër. Po thot, nëse une dorën e shtri, nuk ta shtrëngoj, dhe kështu vdes, atëherë kjo shenjë që Allah Zogjel ma ka pranue këtë vepër dhe pastaj shpërndaj librat e mia. Dhe ki besimtar, ki person që ishte besnik, Imam el-Mawardi tregon, thot, në momentet e vdekjes që ishte duke vdek, kështu thot më kapi për dore dhe elhamdulillah dorën e tij e shtriu dhe ndroi jetë, dhe kjo ishte shenjë që Allah Zogjel e përgëzoi në momentet e vdekjes. Dhe kjo ishte shenjë që ky njeri ishte i sinqert dhe librat e tij që i ka shkrue, Allahu Dhul Gjelali ja ka pranue, dhe tash në botën islame veprat, librat, shkrimet e Imam el-Mawardit janë shumë të njohura që i ka bo për hir të Allahut Dhul Gjelal. Tash na jetojna në kohën e internetit, në kohën e rrjeteve sociale. Përpara nuk ka pas as internet, nuk ka pas as telefon, po edhe sikur se mi pas publikuaj librat e tij, shkrimet e tij që i ka shkrujt, kush kishte pas mundësi mi pa? Shumë pak njerëz, se s'ka pas kështu mjetet e informimit që tash vetëm një lajm e qet në internet, krejt bota e shet. Atëherë kush e ka pa? Shumë pak njerëzi, me gjithatë e kanë pas frikë Allahun Dhul Gjelal, që veprat e tyre të bëhen vetëm për hir të Allahut Dhul Gjelal, dhe kjo është kulminacioni, kjo është sinqeriteti më i lartë që e kanë pas të njerëzin fenë Allahut Dhul Gjelal. Shembull tjetër
sinceriteti në sadaka. Sinceriteti duke garue, duke ju ndihmue njerëzve. Ali ibn Husein ka qenë nipi i nipit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregojnë për ta se ka pas dhjetra, qindra njerëzi që i kanë ndihmue me sadaka, i kanë ndihmue me lëmosh, mirë po askush nuk e ka ditë. Sa që kur vdes dhe ja pastrojnë gjenazën, ja shofin shenjat në shpinë që i ka barë qyshtojna na përpara strajcat apo qantat, duke ju quhe njerëzve sadaka në errësirën e natës që mos ta shofe askush, dhe kishte fjalën e tij të njohur: sadakaja, lëmosha, bamirësia në errësirën e natës e fik hidhërimin e Allahu Dhul Gjelal. Pra nëse dëshiron që Allah Zogjel që të mos jetë i hidhëruar ndaj nesh, jep thot sadaka në errësirën e natës që askush nuk të sheh. Dhe kështu ishte Ali ibn Husein, që pasi që vdes, njerëzit pastaj janë kohën thojnë: pse s'po na vjen sadakaja? Dhe atëherë kuptohet që atë sadaka që e ka bërë të fshehur nuk e ka ditë askush, ka qenë Ali ibn Husein, nipit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra shikoni se sa të drejt, sa të sinqert të njerëzi kanë qenë rrugën e Allahut Dhul Gjelal. Shembull tjetër, sinceriteti në namaz nafile, edhe sinceriteti në agjerim nafile. Ka pas nga të parët tonë atë shumë që ka dasht me rujt një jetin e ti, sinceritetin e ti, edhe natën në shtëpi ëzgjuen nga dale fshehur azi, me fal namaz nate që mos të vëreje as gruja e ti, as familja e ti, sa që thuhet për një dietar të njohur që kur e sheh gruaja e tij duke mundue këtë shumë veten, i thot: mjaft të burrim, se u lodhe mo, dhe ai u zgju fshehur azi. Çka i thot? Mjaft thot tjoj gruaja ime, se ndoshta më zë gjumi, një gjumi gjatë që ma nuk zgjohem vetëm ditën e kiametit. Po ashtu nga të parët tonë, ka pas që ka agjerue, agjerim nafile, dhe nuk e ka dit as familja vetë. Pra, kur ka shku në pun, e ka morë bukën me veti, kinë se ka me ngran, gjatë rrugës e ka dhanë sadaka, kurse kur o këthi në shtëpi, në kohën e iftarit, kështu, jo një dit, jo një javë, po me vite të gjata kështu ka agjerue, dhe nuk e ka dit as familja e ti. Këto pra janë të parët tonë që kështu kanë garu në punë të mira dhe janë mundu e gjithherë mi botë të sinqerta vetëm për hir të Allahut Dhul Gjelal. Po ashtu, sinceriteti tinve në sakrificën, në thirrjen rrugë të Allahut Azza wa Jall, apo në luftën rrugë të Allahut Dhul Gjelal. Në një betejë, në betejën e Khajberit, ka shkuar një njeri i cili në ato momente ende nuk ishte besimtar, dhe pranoi islamin te Muhamedi a.s. dhe pa tjetër për më të pranue punë të mira duhet spari mu bo musliman, dhe ky njeri shkoi dhe mas pari e pranoi islamin, e dëshmoi shahadetin para Muhamedit a.s. dhe i tha: unë tash do të jem ushtari yt, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu u fut në rreshtat e besimtarëve, u bëe prej muslimanëve dhe luftoi në betejën e Khajberit. Dhe pasi që muslimanët fituan dhe e ndan plaçkën e luftës, si zakonisht që Muhamedi alayhis salam se cilit ushtar janë ndaj katë plaçkën e luftës që i takon, edhe këti ja dhan atë që i takoj, dhe kur e pa, tha: çfarë është kjo?
kjo tha është pasuria që të takon ti. Ta ka ndo Muhamedi a.s. që je ushtar për ata që ke luftue. Tha une nuk jam marë për këtë pasuri. Une jam marë të Muhamedi a.s. që shigjeta e armikut të më godite këto në fit. Atëherë ndëgjoj Muhamedi a.s. dhe i tha, nëse je besnik me Allahun Dhul Gjelal, ata që po e kërkon, Allahu ka me ta mundësue. Edhe në luftën tjetër, pasi që mbaroi lufta, Muhamedi a.s. po e kërkon këtë besimtar, po e kërkon këtë ushtar, dhe e gjetën në mesin e të vrarëve, dhe vërtet që gjeta e kishte godit ati ku kishte bo me shenjë në fitin e ti. Atëherë tha Muhamedi a.s. e ndëgjut, e pat ma herët, u ba besnik me Allahun Dhul Gjelal, dhe Allah Azza wa Jall u ba besnik ndaj ti, pra ja mundsoj atë që Allah Azza wa Jall apo Allahu t'ja kërkoj, dhe gjithherë mbaje men, nëse je i sinqert me Allahun Dhul Gjelal, nëse je besnik me Allahun Dhul Gjelal, dije se Allah Azza wa Jall ka me ta, kam ju përgjigj asaj të cilën e kërkon, dhe ka me qenë besnik Allah Azza wa Jall me tije. Allahun e mësof që këtë shembuj të gjitha të jenë modele për neve, që të jemi sa ma të sinqert në fejnë Allahut Dhul Gjelal. Disa regula që ka të bëj edhe me sinceritetin. Shembull, nëse na gëzohemi për një punë që e bajna kur njerëzit neve në lavdrojnë, e prish kjo sinceritetin. Shembull, nëse e ki bani punë të mirë dhe njerëzit të lavdrojnë për këtë punë, a do me thonë që kjo e prish sinceritetin. Allah thot në Kur'an, kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi, thuaj me të mirën Allah të Azza wa Jall, dhuntin e ti dhe rahmetin e ti, thot fe bi dhalike falyafrahu, thot me këta le të gëzohen besimtarët, hua khairun mimma yajma'un, dhe kjo është më dobishme, më mirë se sa ata e tu bojnë, pra duke u dhonë pas dunjas dhe duke e lënë fen. Pra nuk ka pengesë, nëse e ki boje një vepër të mirë dhe njerëzit të lavdrojnë duke thonë Allahu të shpërblef që ti e ki bo këtë punë të mirë, dhe ndijen gëzim në zemrën tane, kjo nuk është problem. Nuk ka që e prish sinceritetin, sikur se njëherë e pyti i thënë e dërguri Allahut, nëse e ki bo një punë të mirë, një vepër të mirë dhe njerëzit të lavdrojnë, thot, kjo është një përgëzim i shpejt që Allah Azza wa Jall ta ka dhurua në dunja, mirë po gjithar duhet me pas kujdes që në jetin me rujt edhe me pas vetëm për hir të Allahut Dhul Gjelal. Po ashtu një rregull tjetër që ka të bëjë me sinceritetin. Nëse nuk je shumë aktiv në fenë Allahut Azza wa Jall, nëse nuk je shumë praktikus i fesë Allahut Dhul Gjelal, mirë po ndodh njëherë që je në mesin e njerëzve të mirë, dhe ata i sheh që janë të bo mirë dhe të nxisin që edhe ty me bo mirë. A dhe me thonë që kjo të ka hisi e fatësia? Jo, nuk dhe me thonë që shembull, nëse kemi një aktivitet tash me dhonë sadaka, dhe dikush nuk e ka pas një jetin me dhonë sadaka, mirë po kur i shet të tjeret që janë duke dhonë sadaka, janë duke dhonë lëmosh, janë duke bo këtë punë të mirë, edhe ai nxitet nga vetvetja, edhe jep edhe ai. Kjo nuk do me thonë që këtu ka bo si e fatësi, përkundër kjo do me thonë se çfarë anësie ka me net me njerëzit e mirë, dhe gjithherë duhet me net me njerëzit e mirë, duhet me net me xhamatin, mos munda prej xhamatit, mos munda prej xhamive, për shkak se thot Muhamedi a.s. nëse ndahesh nga xhamati i xhamive, nëse ndahesh nga njerëzit e mirë,
dije thot se atë që ka me hangër ujku, ajo është ndarë nga biliku, është ndarë nga xhamati, pra gjithherë kur je vetë, edhe kur ndahesh je në rrezik që me të ngran ujku, e gjithherë ku je në bashkësi me muslimanët, me njerëzit e mirë, Allah Azza wa Jall ka me quhet mira, bereqet dhe ka me trujt Allahu Dhul Gjelal. Po ashtu, nëse na dëshirojna me bo një punë të mirë po kena frikë që mos për e bajna për si e fatësi. Se ka mundësi që edhe këtu shejtani me të bo vezvese. Çka thot? Thot mos e ban këtë punë të mirë se i të bo për si e faqe. Ja, çka thot në dietar sa bukur? Thot nëse e le një punë të mirë, nëse thot e le një punë të mirë që ke frikë nga sinqeriteti, kjo thoton si e fatësi. A nëse thot e ban një punë që me të lavdrua njerëzit, thot kjo gati sikur se shirk që i të bo për njerëzit. Thot cëla është e sinqerta që Allah Azza wa Jall me trujt edhe prej kësaj edhe prej asaj. Pra, nëse don me bani punë të mirë dhe shejtani vjen edhe të nxit thot mos e bane për hir të Allahut Dhul Gjelal, mos e ngo shejtanin, po edhe në njëjtën kohë mos e ban që me të lavdrua njerëzit, po bane vetëm për hir të Allahut Dhul Gjelal. Edhe rregulli i fundit që ka të bëjë me këtë temë, nëse veprat tona të mira përzihen me si e fatësi. Pra nuk janë krejt me si e fatësi, disa janë të sinqerta, disa ka hinë ta si e fatësia, s'ka sinqeritet, a prishen apo jo, në sens çdo kun ati ku futet si e fatësia, prishet vepra plotësisht. Pra gjithherë duhet jemi të kujdesshëm që veprat tona të mira t'i bajna vetëm për hir të Allahut Dhul Gjelal, të gjitha, jo vetëm një pjesë, jo vetëm gjysat mirë, po qovë që janë të mëdhoja, qovë që janë të vogla, gjithherë duhet t'i bajna vetëm për hir të Allahut Dhul Gjelal, që Allah Azza wa Jall t'i pranojë veprat tona. Aquli qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.